ekzekutive dhe gjyqësori. Kur bin një gjyqësor, ka rënë gjyqësori në totalisht dhe kjo është duhet alarm kombëtar. Pra nuk është thjesht, domethënë duhet ngrihet shteti të marrë masa që ka përgjegjësi klasa politike në këtë pjesë zoti Karandxha sepse tani unë klasës politike nuk i vë faj. Po kush e ka fajin? Fajin e kanë ndërkombëtarët me reformën drejtësi. Ata persona duhet marrin përgjegjësi dhe faturat që i vinë shtetit shqiptar nga kjo reformë duhet i pagojë ndërkombëtarët. Ata duhet marrin masa, sepse dhe këto raporte që shfshin çfarë është e vërtet në territorin e Republikës Shqipërisë, kjo për mua është e dyshimt. Pra se ky raport i bën nga specialistët dhe nga përfaqësuesit e BE-s që nuk thot të vërtetën, neve duhet ngremë zërin. Dhe ti si gazetar, dhe unë nuk ka lidhje. Unë si ish prokuror nuk ka lidhje fare. Kjo është çështje fakti. Po mirë, ata 140 deputet që votuan, nuk duhet mbajnë një përgjegjësi. Ata kanë përgjegjësi morale se u vënë rresht. Ata për herë të parë kanë cënuar kushtetutën e Republikës Shqipërisë që nga 1912 që futën ndërkombëtarët në kushtetutë, se ne jemi vend i pavarur. Pra neve si të shkojmë ne shqiptarët, shkojmë në një vend tjetër dhe thotë bëjmë kështu, neve këtu, neve kemi bën një amulli, pra ne kemi shkatruar një sistem dhe mu çam shqetëson. Shqetëson është se kur ndodh një diçka ndodh shumë bukur ka ndodh. Këtu vazhdohet me këtë. Vazhdohet që jemi mirë. Pra kjo më kujton Pilo Peristerin, që rendimenti i lartë, puna ecën. Ndërkohë është krejt ndryshe. Tani te masa që duhen marrë, është ngritur një komision Xhafa, që ka qenë dhe më përpara. Duhet parë ke shumë magjistrat, shumë kuadrët për cilët shteti ka investuar në 10 vite që i kanë hequr në mënyrë të padrejtë. Ke magjistrat të cilët 10 vjetë që i kanë thonë që sot kanë dalë në pension që mund të jepnin shtetit, për shembull marr Bilbil Metën. Bilbil Meta ka dënuar autorët që kanë pas firmat piramidale. Ke Besim Teshnevën, Artan Bajramin, Fatos Qatën, ke edhe shumë tjerë. Ke njerëz që janë hequr kot se këto kanë dalë në pension, po i përmend, po ke edhe tjerë që janë hequr ndoshta për inatet personale për një antar të vettingut dhe janë hequr për i shtëpi. Këta njerëz duhet kthehen dhe duhet gjenden mënyra që t'i drejtohen punës, të merren profesionistët, sepse ka një diçka. Edhe një vendim gjykate duhet kemi parasysh. Nuk është se erdhëm këtu, është 4 metra kub pllaka, do i hypësh në kat 5. Do punë intelektuale. Pra si ta marrësh një profesionist, sepse duhet vite shteti. Pra kjo që ka ndodhur në Shqipëri, mund të them, është tradhti kombëtare. Pra të nxjerrësh një sistem jashtë loje dhe të mos është shumë e rëndë. Zoti Karandxha, ju prekët komisionin Xhafaj, por para mos gaboj 7-8 muajsh, mos gaboj, ka pasur një përplasje të zotit Gonzato, i cili është drejtuesi i delegacionit Bashkimit Evropian, me zotin Xhafaj për këtë komision. Mund të ketë përsëri përplasje, sepse një anë tjetër ka zëra të cilët qarkullojnë që thonë komisioni Xhafaj po bëhet për kontrolluar SPAK, apo po bëhet kontrolloj GKK-on. Si qëndron e vërteta, ose të paktën çfarë informacione shkeni ju? Tani, nga informacionet që kemi, ka, sepse është komision, pra është në fazën e përgatitjes. Çdo institucion, kur bëhet ndryshohet një ligj, sepse të kemi parasysh ç'është ligji. Ligji është diçka që janë marrëdhënie shoqërore të më përparshme, të cilët duhen rrugulluar me ligj. Për shembull, dhe më përpara një veprim ose mos veprim nuk dënohet kur është e rrezikshme për shoqërinë dhe ligji. Dhe në rastin konkret, duhet parë problematika. Çfarë problemi ka, ku qëndron? Tani, a ka problematika që duhet ndërhyj? Tani i bëjmë pyetje zotit Gonzatos, i bëjmë një pyetje. Pse ka zgjat gjyqi kryeministrit Shqipërisë 7 vjet, ose pse shqiptarët s'kan më drejtësi? A duhen marr masa këto? Sepse ne s'kemi më drejtësi. Tashi, a do japim shqiptarëve drejtësi? Se ne shqiptarëve sot nuk ka më drejtësi, se këtu është e keqja. Pra, se është e drejta e familjes, kur janë detyrimet midis bashkëshortëve, që i drejtohen gjykatës, një gjyq për zgjidhje martesës gjatë 6 vjet. Ke gjyqje për drejtën e pronësisë, ke gjyqje për drejtat të tjera reale, ke gjyqje për drejtën e autorit e kopirajtit e pa çështjet penale. Pra këtu ka rënë, ne duhet marrim masa të menjëhershme theksoj, që të merren pse ka arrit kjo punë, para duhet evidentimi kësaj pune. Duhet bën një transparencë sa para janë hedhur për reformën në drejtësi dhe ku kanë shku këto para, sepse sot na rezulton që nuk është bërë asnjë lloj investimi fizik. Për shembull, është drejtësi e re, ku janë ndërtesat e reja? Sot gjykata e apelit që ka mbledhur gjithë Shqipërinë është kushte mizerabël. Prokuroria e Tiranës nuk ka ku të vërë dosjet. Gjykata e Tiranës është e mbytur. Pra neve duhet marrim masat menjëhershme, qoftë për akomodimin fizik, qoftë me ngritjen e problemit.
Mohimi i problemit është një problem akoma më i madh. Neve duhet i marrim këto gjëra, t'i verifikojmë, sepse ka ngel populli shqiptar pa drejtësi. E para që duhet zgjidh komisioni Xhava duhet të jetë, ore këta njerëz që kanë ngel, që pse ka ngel Shqipëria pa sistem gjyqësor, dhe të merren masat që sistemi gjyqësor të funksionojë. Avash, por duhet kemi parasysh gjyqtarët duhet të jenë profesionistë, duhet plotësojnë kriteret ligjore, jo që sepse s'mund bësh dhe vendime të dobta, sepse ti ke një proces ka zgjas shumë vite, kjo do të thotë marrësh një vendim dobët të marrësh punë. Ti do proces të rregullt ligjor, sepse Shqipëria po fillon dënimet në Strasburg, sot që ne flasim për vendimet e te afatit ligjor. Pra neve duhet marrim masa që kjo punë të mbarojë. Zoti Karanxha, në këtë amulli të drejtësisë, të përplasjes politik drejtësi, të përplasjes media politik drejtësi, pra një trinomi, kemi një prej rasteve të cilët në fakt ka ngritur një tymnaj sa mediatike por dhe politike. Në anën tjetër, pas hekurave qëndron numri ose të paktën ish njeriu që ishte përkufizuar si kryeministri ose kryetari i Partisë Socialiste në IE, zoti Veliaj. Do doja në fakt të bëja një pyetje. Flitet për Nesti Angoni. Vetë zoti Veliaj ka reaguar nga qelia, ka thënë unë e di kush është Nesti Angoni. Dua më shumë të pyes nga ana proceduriale si është vepruar me zotin Veliaj. Pra, ky qëndrim pas hekurave zotit Veliaj është i drejtë, mund të kishte mënyra ndryshe se si mund veproj. Në këtë anë dua t'ju pyes më shumë se sa t'ju fus në këto ujërat e politikës, se s'përbëjnë rëndësi këto se sa ana ligjore dhe aty ku ju jeni ekspert. Tani tek rasti Veliaj marrim tek kallëzuesi. Kemi parasysh që dhe kallëzimet anonime në parim nuk mund të përdoren. Pra, sepse Nesti Angoni nuk ekziston. Por verifikimi i asaj që thuhet në kallëzim, sepse mund të ndodhë që në një vend ka ndodhur vepër penale. Personi në mënyrë anonime tregon faktin dhe ti verifikohesh. Unë vetë personalisht dhe kur kam folur në për studio, kam marrë një qëndrim që Nesti Angoni është një mini Jovan Bregu, po të keni parasysh pallati 1976, që Jovan Bregu e ka nis vetë atë letrën. Po Veliaj nuk e ka nis vetë. Ishte edhe magaziniera ai. Deshte i cop magazin. Pra, domethënë ka një lidhje. Veliaj s'se e ka nis vetë, po do jetë një person që e njeh shumë mirë zotin Veliaj. E njeh, ka qenë afër, sepse dhe unë për shkakun ne që jemi bashkë që takohemi, nuk e di kur ke qenë para një muaji ose kur ke qenë 2004. Tregon që një person i afërt i ka treguar hap pas hapi pas Veliajt. I ka treguar të dhënat e sakta dhe i ka nis. Pra, Jovan Bregu duhet ta di që është afër. Nuk mund të jetë një person i panjohur, sepse ka dhëna nga ministria janë lëvizjet kufi, janë nga ministria e brendshme. Kemi lëvizjet nga lëvizjet me aeroplan, për shembull me avion janë nga drejtoria e aviacionit civil, kush është aty, pra kush ka akses. Pra personat te tatimet, është një person që ka akses te gjitha, që ka koordinuar dhe ka çuar deri këtu. Tani, procedimi Veliajt, regjistrimi është i lishëm, se ke dhëna që ke bërë këtë, i je verifikuar. Tani lidhet me masën e sigurimit. Mendimi im personal, jo vetëm për Veliajin, por dhe qytetarët e thjeshtë, Shqipëria ka shumë qytetarë të thjesht në burgjeve. Duhet hetohet dhe me mas sigurimi tjetër. Pra, ky është mendimi im personal. Pra, jo mund ta kesh bërë atë vepër, pa e paragjykuar spagun, pa e paragjykuar akuzat, domethënë, unë gjithmonë analizës provave nuk i hy, sepse çështja është në hetim. Pra, unë nuk mund t'i them prokurorit, ai e kështu mirë keq, gaboj në çmuarjen e provës, e shikon gjykata. Unë e shoh në parim që kemi dhe rastën Perëndim, se ne synojmë të shkojmë në Perëndim, që edhe kryetari i Bashkisë New Yorkut është hetuar gjendje, Donald Trump i ka pasur 98 akuzë në gjendje të lirë. Berlusconi po, një kryetar bashkie në mos gaboj. Po për sa kohë përbën rrezikshmëri shoqërore. Kjo është tash. Megjithatë, te rasti Veliaj ka ndodhur një fenomen i veçantë që ka pasur media, angazhimi media dhe disa media, domethënë disa persona ndoshta e ka kalu çik vjen e kuqen. Se të shkuptojmë, dhe për mendimin tim, përplasje prokurori media do kesh. Gjithmonë sepse media po punë vet. Por kur kalohet e vije kuqen, por unë them nuk është Veliaj, domethënë nuk mund të them që mund të jetë Veliaj ose një person që ka kalu vjen e kuqe që merret me jetën personale. Të shkuptojmë me jetën personale, sepse çdo kush edhe ka qenë në kotën e Hoxhës, s'duhet shfrytëzosh postin. Pra posti jote ashtu. Nëse ti shfrytëzon mjetet e shtetit për punë private, quhet shfrytëzim posti. Dhe ka qenë dhe raportoja atëherë që ky për shkak me këtë. Kjo është gjë tjetër. Por marrja me jetën private për shkak të prokurorit ka qenë gabim me lidhjet me
jetën e tij. Kjo është gabim, pra jeta private. Por Është jashtë jetës profesionale. jeta profesionale dhe duhen bo gjithmonë kërkesat procedurale. Aty na doli një personazh redaktori. Ky redaktori ç'është ky? Ai thot dilani. Redaktori duhet çifte anën juridike. Çfarë probleme ka? Dhe me sa shohim, përgjimin që u paraqit dhe si provë ka shërbyer për ka treguar një personalitet të atij dhe ky ka qenë shkak të velie që për shkak se edhe zëri si do jetë se kur të kemi parasysh siç përgjohet biseda, po të bërtasim këtu ti dëgjosh me audio, del zëri i lartë, ka menduar që duhet të jetë në mas tjetër sigurimi. Sepse aty më çudit një diçka se edhe në burg dihet që telefonat kanë një tabelë aty që kjo vëzhgohet, atë dihet e din, po sepse është rregullore. Pra aty ai e di të shohësh tabelën dhe të flasësh në kuptimin ose Kjo është çik bela, edhe një pyetje